Një nga formatet më të shumëpritura të spektaklit televiziv rikthehet në ekran duke zgjuar interesin dhe kurreshtjen e publikut të gjerë. Ferma VIP 3 nis zyrtarisht edicionin e tij të tretë duke premtuar një sezon më të madh, më dinamik dhe më intensiv se kurrë më parë. Ky produksion synon të sjellë një kombinim unik emocionesh, sfidash dhe historish njerëzore që pritet të mbajnë të mbërthyer pas ekranit mira ndjekës çdo ditë. Rikthimi i këtij sezoni vjen me një format të zgjeruar dhe një kast të përzgjedhur VIP-ash të cilët do të përballen jo vetëm me sfida fizike, por edhe me prova të forta emocionale dhe strategjike, që në natën e parë pjesëmarrësit hynë në ferm në një numër më të madh se në çdo edicion të mëparshëm, duke rritur menjëherë kompleksitetin e marrëdhënieve dhe dinamikave mes tyre. Konkurrentët vinë kryesisht nga fusha e artit, televizionit dhe skenës, duke krijuar një përzierje karakteresh që premton përplasje të forta, aleanca të papritura dhe situata plot tension. Kjo shumëllojshmëri personalitetesh pritet të jetë një nga elementët më tërheqës të këtij edicioni. Ndryshe nga shumë spektakle të tjera, këtë vit Ferma VIP vendos tekst të veçantë te puna dhe bashkëpunimi. Banorët do të duhet të përfshihen në aktivitete të përditshme të fermës si bujqësia dhe blegtoria, duke u përballur me një stil jetese krejt ndryshe nga ai që janë mësuar. Përveç kësaj, ata do të duhet të përdorin strategji të zgjuara për të qëndruar në lojë dhe për të arritur deri në finale. Në drejtimin e Vita Production dhe producentes Holta Dulaku, në ekran rikthehet edhe moderatorja Arbana Osmani, e cila do të udhëheqë këtë edicion me profesionalizëm dhe energji. Ajo ka theksuar se ky format është ndryshe nga çdo eksperiencë e saj e mëparshme, pasi fokusi kryesor është puna dhe vlerat që ajo përfaqëson. Ferma VIP 3 synon të ofrojë një eksperiencë të re televizive ku çdo ditë sjell zhvillime të reja dhe çdo vendim ndikon drejt për drejt në rrjedhën e lojës. Përveç sfidave fizike, pjesëmarrësit do të testohen në mënyrën si menaxhojnë emocionet dhe si bashkëjetojnë në kushte të veçanta. Ky sezon sjell gjithashtu risi teknologjike me sisteme të avancuara transmetimi dhe një strukturë moderne produksioni që lejon ndjekjen në detaje të çdo momenti. Me disa regji që funksionojnë paralelisht, publiku do të ketë një pamje më të plotë dhe më të afërt të realitetit brenda fermës. Duke kombinuar element të reality show dhe game show, ky edicion synon të bëhet një nga programet më të ndjekura dhe më të diskutuara të sezonit televiziv në Shqipëri. Nisja e madhe e kësaj mbrëmjeje hap një kapitull të ri plot emocione, sfida dhe surpriza që pritet të mbajnë publikun të angazhuar deri në fund. Duke folur për këtë eksperiencë, Arbana është shprehur: "Është privilegj për mua të jem këtu, kënaqësi e madhe që punoj me një skuadër kaq fantastike. Ferma është një format krejt ndryshe nga gjithçka kam prezantuar më përpara dhe që kam ideuar më përpara, sepse në qendër të këtij formati është në vend të lojës puna. Dhe mua më pëlqejnë shumë njerëzit që punojnë dhe besoj që publiku do të ketë modele të mira për të ndjekur, sepse minimalisht do të ketë punëtor, njerëz që do të merren me bujqësi, me blegtori, me sfida, e përpos këtyre, pasi ti përfundojnë të gjitha, do të duhet të jenë edhe simpatik për publikun." Ferma VIP 3 synon të ofrojë një eksperiencë të re televizive ku çdo ditë sjell sfida të reja dhe çdo vendim ndikon drejt për drejt në ecurinë e lojës. Përveç aspektit fizik, pjesëmarrësit do të testohen edhe në menaxhimin e emocioneve dhe aftësinë për të bashkëjetuar në kushte të veçanta. Moderatorja shtoi gjithashtu edhe për kastin e këtij sezoni: "Jam e gëzuar që kemi një kast të shkëlqyer, janë personazhe përveç se të njohur, shumica e tyre shumë të njohur, që janë shënuar prej dekadash. Janë të gjithë njerëz me karrierë, pra që kanë një background të rëndësishëm artistik, por jo vetëm. Kështu që jam e sigurt që për 100 ditë do të kemi mundësinë të shohim gjëra të bukura, por edhe të ushqejmë pak shpirtin." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.